Jemi rikthyer sërish në studion e Kontaktit, ku intervistën sonte e zhvilloj me deputetën e Lëvizjes Vetëvendosje Shqipe Pandina. Mirë se vini zonja Pandina. Faleminderit për ftesën. Po nisim intervistën me rastin e Astrid Deharit. Apo i beson vetëvendosje raportit e mjekësisë ligjore apo jo? Vdekja e panatyrshme dhe hershme e Astridit natyrisht se na ka tronditur të gjithëve, jo vetëm familjen Lëvizjes Vetëvendosje, por kjo ka qenë një humbje për gjithë shoqërinë, veçanërisht duke pas parasysh rrethanat në të cilat është shuar jeta e Astridit. Ne pam një raport të autopsisë i cili u votua javën e kalume. Nuk kishte diçka të re prej raportit fillestar që ishte publikuar, ku thuhej se Astriti ka humbur jetën nga ose vdekja ati ka qenë e dhunshme, që do të thotë nuk ka qenë një vdekje natyrore dhe shkaku i saj ka qenë gulfatja. E habishme për mua ka qenë konkluzioni i tretë i këtij raporti, i cili nuk do duhet ta jepte raporti i mjekësisë ligjore natyrisht, sepse ato janë çështje që pastaj i heton forenzika, ku thuhej se ai ka mundur të vetvritej, përderisa kjo do duhet të kërkonte një hetim më të gjerë dhe profesional për rrethanat në cilat Astriti ka humbur jetën, e cilat vazhdojnë të mbesin te jetë të dyshimta. Është kërkuar edhe një hetim ndërkombëtar, realisht nuk dihet saktësisht kush e ka kërkuar fillimisht këtë hetim dhe çfarë ka të re në këtë aspekt? Edhe familja, por edhe vetëvendosja kanë kërkuar një hetim të pavarur ku do të përfshiheshin edhe hetues ndërkombëtar për të zbarur rrethanat në të cilat ka humbur jetën Astriti. Nuk e dim as ne nëse zyrtarisht është bërë një kërkesë dhe nga kush është bërë, por Lëvizja Vetëvendosje mbështet kërkesën e familjes, të cilët këmbgulin për një hetim të pavarur ku do të angazhoheshin qoftë hetues privat nga vende të ndryshme, e të cilët shpresojmë se do të zbarnin rrethanat në cilat Astriti humbi jetën. Po thasë se do të përfshihet policia, hetuesia faktikisht britanike. A do t'ju besoj më pas vetëvendosja çfarë do raporti që të nxjerr ky hetues apo këta hetues që do të? Është herët të flitet tani, ne duhet fillimisht të shohim se kush janë njerëzit që angazhohen dhe mbi gjitha ata duhet ta kenë edhe pëlqimin e familjes. Çfarë do raporti që tregohet që është profesionist, i pa-anshëm dhe i cili ka marrë parasysh të gjitha provat, natyrisht se nuk ka arsye për të mos i besuar. Por ajo çka ne dyshojmë tani është se çfarë ka ndodhur me provat e deritashme, se çfarë do eksperti që të vjen, nga cili do shtet, sa do i pavarur të jetë, ai duhet i ekzaminoj provat të cilat tashmë nuk janë në duart e sigurta dhe kjo u dëshmu me rrjedhjen e disa prej tyre, siç është po ne jo, absolutisht jo. Si ti beso dikuj që fillimisht dan deklarata krejt të ndryshme. Ju kujtohet se menjëherë pas vdekjes së Astridit, shefi i policisë së Prizrenit dual dhe tha se ai ka vdekur nga përdorja e mbi doza medikamenteve, cila pastaj u hëll poshtë në raportin e autopsisë. Më vonë prokurori siguroi se provat janë në duar të sigurta dhe të nesërmen menjëherë ato u pan të publikoheshin nëpër media dhe policia, si policia hetimore përgjegjëse për këtë rast, asnjëherë nuk dha ndonjë shpjegime, por asnjëherë nuk i bëri vetë publike ato prova dhe e dyta nuk dha ndonjë shpjegim se si rrodhen ato prova. Dhe për më tepër askush deri më tani nuk dha përgjegjësi. Pa marrë parasysh nëse Astriti do t'ishte aktivist politik apo jo. Vdekja e tij në qendrën e paraburgimit ku do duhej të ishte të jetë i sigurt, edhe nëse ai do t'ishte për çfarë do arsye të ishte në atë qendër paraburgimi, do duhet të rezultonte me dorëheqjen apo shkarkimin e njerëzve përgjegjës për sigurinë e secilit të burgosur. Nuk kemi madje suspendime të... Nuk kemi asnjë. Nëse ju kujtohet, para një viti, apo afërsisht në një vit, 2 fëmijë kishin humbur jetën aksidentalisht në një grop që ishte hapur pa leje në tokë private në komunën e Prishtinës dhe drejtori i inspektorit dha dorëheqje
ani pse direkt nuk kishte asnjë lloj përgjegjësie, por për faktin se nuk e kishin mbyllur me kohë atë grop, do të thotë dha dorëheqje morale. Në rastin tjetër kemi përgjegjësi të drejtë për drejtë të drejtorit e burgut, të policisë dhe ky zinxhir i përgjegjësisë do duhet të përfundonte jo vetëm në Ministrin e Drejtësisë dhe të Punëve të Brendshme, por te kryeministri, sepse këto janë institucione që janë përgjegjëse edhe për policinë, nga të cilat rrodhen provat, por edhe për qendrën e paraburgimit dhe as edhe një përgjegjësi të vetme nuk e kemi nga askush deri Po me tani. kërkoni ende që të shkarkohet Ministri i Drejtësisë. Natyrisht, sepse kjo do të ishte përgjegjësi jo vetëm morale, është përgjegjësi institucionale dhe këta njerëz tashmë kanë treguar se nuk do të garantojnë një hetim të pavarur dhe profesionist. Javën e kaluar tentuat që të debatoni për rastin dëhar edhe në Kuvendin e Kosovës, mirë, por nuk u siguruan në nënshkrimet. A do të bëni përpjekje të siguroni ende ato? Po, ne jemi duke bërë përpjekje të sigurojmë edhe numrin tjetër të nevojshëm të nënshkrimeve, sepse disa prej deputetëve pasi kishin nënshkruar i tërhoqën ato dhe ne nuk do ndalemi asnjëherë së kërkuari drejtësi për asnjë. A keni diskutuar me ta deputetë? Jemi duke disa i kanë bërë publike vetë arsyet e tërheqjes, por ne besojmë se arsyeja vërtet është presioni që atyre ju bëhet, sidomos nga Kadri Veseli, por edhe përgjegjësit tjerë të institucioneve që kjo çështje të mbetet sa më shumë në hije. Në rast që nuk sigurohen, sigurisht që do të vazhdoni protestën si njëjtë sikur sa anëtar. Ne nuk e di cila do të jenë veprimet kuvend, po e di se ne do të tentojmë në forma tjera të kërkojmë që kjo çështje të shtrihet në kuvend, sepse kuvendi është institucioni që e para nxjerr ligje dhe është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit këtyre ligjeve dhe dyta, kuvendi e zgjedh qeverinë, gjithsesi janë dy ministri të cilat direkt kanë përgjegjësi në këtë rast, siç është Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme, njëra sepse mbikëqyr qendrat korrektuese dhe qendrat e paraburgimit dhe e dyta sepse mbikëqyr Policinë e Kosovës, ku bën pjesë edhe Policia e Timore. Besim edhe me tutje të kuvendi, flasim tani për buxhetin ka dështuar për herën e tretë. Më sa kujtoj, diskutimi për buxhetin e vitit 2017. Sot është hera tretë kur Komisioni për Buxhet, ku unë jam anëtare, ka dështuar të diskutoj. Derisa 2 herët e para është shtyr mbledhja, nuk është mbajtur ajo, sot u hoq nga rendi ditës buxheti, me arsyetimin se deputetët e PDK-s nuk ishin prezent dhe ata, sipas kryetarit të komisionit, ende nuk i kanë konkretizuar dhe artikuluar kërkesat e tyre. Për mua kjo është një arsyetimi i paqëndrueshëm, sepse në mbledhjet e tilla ku diskutohet për herë të parë një projekt ligj, e buxheti është njëri nga projekt ligjet, aty komisioni vendos nëse duhet ta përcjell për seancë apo jo një projekt ligj dhe nuk ka mundësi të bëhen ndërhyrje çfarë do qofshin në atë projekt ligj. Ndërhyrjet apo atë që ne e quajmë amandamentim bëhet vetëm pas leximit të parë. Mirë po, unë dyshoj shumë se koalicioni tashmë është në një krizë të thellë dhe arsyeja e shtyrjes është më shumë për të caktuar një datë të zgjedhjeve, e cila ndoshta më shumë do t'i konvenonte veçanërisht PDK-s, sesa arsye të tjera të cilat mund të lidhen direkt me buxhetin. Ne e dim se buxhetin e harton qeveria. Qeveria përben nga koalicioni, ku janë të paktën 3 parti, janë PDK, LDK dhe Lista Srpska, dhe çfarë do lloj mosmarrveshje ata kanë mundur t'i zgjedhin brenda qeverisë, sepse para se të vije projekt ligji për buxhetin e kuvend, ai fillimisht duhet ta merr miratimin e qeverisë dhe aty ai buxhet është votuar. Prandaj edhe është sjellur në kuvend. Pra, besoni që buxheti do të jetë shkaku që vendit të shkojë në zgjedhjet të paraporshme? Unë mendoj se veçanërisht PDK-ja është duke i kërkuar shkaset, sepse shkaku tashmë po dihet, shkaset për ta quar vendin në zgjedhje, por siç duket ata po tentojnë që këtë ta bëjnë në kohën më të përshtatshme të tyre. Ju e shihni se në zgjedhjet në Drenas është involuar tashmë e gjithë Partia Demokratike dhe edhe ministrat dhe kryetari i kuvendit më shumë janë atje sesa në kuvend apo në ministri, dhe ishte po ashtu absurde që seanca
e kuvendit, kur ka tashmë një numër të caktuar të pikave të rendit të ditës të grumbulluara, të shtyhet për 2 javë. Nuk ka asnjë arsye se kuvendi nuk e di, mund të jetë kuvendi, mund të jetë fakti që ata ende janë duke i parë mënyrat se si të shkohet në zgjedhje, por kuvendi ka pothuajse për 1 muaj i bie të mos mblidhet fare, kur agenda legislative nuk është përmbushur as 50%. Do thotë kuvendi nuk ka shqyrtuar as gjysmën e ligjeve që është dashur të shqyrtohen brenda këtij viti. Si e ka pa lëvizja vetëvendosje projekt buxhetin për vitin 2017, u tha që është më i mas? Në fakt, është proklamuar shumë se ka rritje të buxhetit, por nuk është e vërtetë. Janë rritur shpenzimet. Përderisa nuk kemi ndonjë rritje të hyrave, kjo qeveri tenton të rrisë borxhet publike, ka një sër mangësish ky buxhet, por mbi të gjitha ky buxhet, si edhe vitet tjera, nuk garanton as pak zhvillim ekonomik, është më shumë për ta mirëmbajtur varfrinë, shpërndahen një numër i madh i qoftë paga dhe meditje, por edhe në forma tjera në shuma të vogla të qytetarëve, të cilët thjesht e mirëmbajnë varfrinë, por nuk garanton zhvillim ekonomik. Rritja borxheve nuk bëhet për të investuar në projekte të cilat pastaj do të mund t'i kthejnë ato borxhe, se është më se normale që një shtet edhe të futet në borxhe për projekte të fushën e investimeve kapitale, por nga të cilat pastaj ajo do të rrisë zhvillimin ekonomik dhe do të ketë mundësi që t'i shlyej ato borxhe, por kjo nuk shihet të jetë garantuar në projekt buxhetin çfarë është prezantuar. Për më tepër ka një lloj gabimesh të mëdha, të cilat tregojnë se e para është hartuar me një neglizhencë ose padije. Unë sot mundosha t'i nxjerr numrat, ta zëm tek pjesa kush shpjegon të hyrat dhe asesi nuk përputhen ata numra. Edhe nëse dikush nuk e njeh matematikën mirë, tashmë ka programe të cilat vetë bëjnë mbledhjen e të dhëna mbledhjen e shifrave në këtë rast dhe ajo nuk përputheshin asesi. Unë pres që ministri ta shpjegoj këtë se si ka ndodhur, pse ka ndodhur, por po të lexohet me kujdes buxheti, ka shihet qartazi se ai është hartuar shkeleshko. Janë një numër të projekteve të cilat mendohet të fillohen në këtë vit, por që nuk ka buxhet të mjaftueshëm që garantojnë që këto projekte mund të përfundojnë brenda këtij mandati qeveritar. Edhe kjo do të mund të ishte e kuptueshme, por pse ta zëm duhet të fillojë një projekt vitin tjetër, në 2017, dhe për të alokohen vetëm 10% të shumave. Kjo tregon se edhe ky buxhet është në frymën e fushatës mediale, edhe zgjedhore në fakt, sepse ata duan të fillojnë sa më shumë projekte, të thonë ja, çfarë kemi bërë, dhe pastaj barrën t'ja lënë qeverisë së ardhshme, nga kush do qoftë që qeveriset ajo, dhe kjo nuk ka logjik sepse secila qeveri e re i cakton prioritetet e veta të reja në bazë të programit qeverisë me të cilën e fiton mbështetjen e votuesve. E përmendet disa zgjedhjet e parakohshme, sa është e gatshme lëvizja vetëvendosje të hyjë në këtë proces në rast që ato mbahen? Lëvizja vetëvendosje në vazhdimsi ka punuar në zgjerimin e strukturave në terren. Ne tashmë kemi ndërtuar pikat, qendrat, ato që partitë tjera i quajnë në deg, edhe në ato fshatra dhe ato lagje që nuk kemi pasur më herët, përderisa në lagjet dhe fshatrat ku kemi pasur më herët, ato tashmë janë forcuar edhe për shkak të procesit zgjedhor në të cilin kemi kaluar, e në disa qendra ky proces zgjedhor po vazhdon për faktin se po krijohen qendra të reja, kështu që ne mendojmë se jemi tashmë të përgatitur, sepse kemi edhe prezencën fizike me strukturat tona në shumë fshatra, në shumë lagje të qyteteve, në të cilat nuk kemi pas prezencë fizike më herët. Për me tepër, të gjitha sondazhet që janë bërë kohëve të fundit kanë treguar se lëvizja vetëvendosje tashmë është njëra nga subjektet politike që garon për të marrë pushtetin. Sondazhi i fundit neve na kanë nxjerrë të dytë, por ajo çka është rësi është se PDK-ja, e cila ende për fat të keq vazhdon të qëndrojë subjekti i parë, por kësaj herë është me pak se 1% para nesh, që do të thotë që gara do bëhet mes nesh për të kush do jetë i pari cili pasaj do marrë. Se nuk garua deputete edhe në drenas për të parë?
në Drenas mandati nuk është i plot për kryetar, do t'jetë më pak se një vit bile, dhe dyta ne mendojmë se nuk është e drejtë të përfitohet nga një rast i cili mendojmë se është i padrejtë. Unë mendoj se zotri Demaku ndoshta edhe ka merituar të jetë në burg, por jo për arsyen çfarë është ai do duhet të akuzohej për keqeverisje dhe për korrupsion, të cilat dhe keqpërdorim të detyra zyrtare, të cilat i ka bërë gjatë kohës sa ka qenë kryetar i Drenasit, por jo për një kauzë të cilën ne mendojmë se ka qenë e drejtë dhe ai me këtë rast padrejtësisht është marrë në burg, prandaj nuk besojmë që është e drejtë të përfitojmë nga një çështje e tillë. Javën e kaluar u tha që disa anëtarë të vetëvendosit në degan e Drenas kanë kaluar në Partinë Demokratike të Kosovës, mirë po më pas kishim edhe reagimin e lëvizjes të vendosje. Janë disa anëtarë, mos gabosha, në vazhdimsi ka pasur anëtarë edhe të vetëvendosjes disa prej tyre, të cilët për arsye të ndryshme ndoshta nuk kanë mundur që nuk keni jo, sepse ne në Drenas përkundrazi ne jemi rritur, jo siç e dini kanë qenë një pjesë e strukturave të nismës që janë bashkangjitur vetëvendosës. Kjo ka mund ndoshta të shkaktojë ndonjë pakënaqësi edhe të disa anëtarë të tjerë, të cilët pastaj kanë mundur të dalë, por numri atyre që kanë dalë është simbolik në krahasim me numrin e antarësimeve të reja që ne kemi pasur edhe në komunën e Drenasit, por unë mendoj se edhe kjo është pjesë e fushatës mediale e cila po zhvillohet në Drenas, sepse PDK-ja si duket ndonë se Drenasin e konsiderohen si njën nga bastionet e saj të fuqishme, ka filluar ta humbë mbështetjen qytetare edhe aty dhe panikun e vet për frikën se nuk mund ta ketë përqindjen e njëjtë apo edhe mund edhe ta humbë Drenasin e këto zgjedhje. Ajo po ndërmerr veprimet e ndryshme, siç ishin ta zëm edhe ato ku nuk e dim me çfarë forme i kanë bindur, por dy nga kandidatët e pavarur u tërhoqen siç kemi ndëgjuar nga mediumet. Elektorati vetëvendosen në Drenas nuk do të dalë në fare në votë, apo do ta mbështesin ndonjë kandidat të subjekteve tjera? Ne si subjekt nuk mbështesim publikisht asnjë nga kandidatët. Tani secili individ ka drejtën e vet, ne nuk e dim dhe nuk mund të ndikojmë natyrisht, por si subjekt ne mendojmë se kjo garë mbi gjitha nuk është ferr. Deputete, ne të falenderojmë shumë për intervistën. Faleminderit juve. Ne të nderuar shikues, shkëputemi për disa çaste me një blog të marketingut dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit Konta.